Alba Story prezanton. Jam një grua 35 vjeçe dhe gjatë gjithë jetës sime kam pasur një shoqe të ngushtë që jemi rritur bashk. Shtëpitë i kishim afër dhe me kalimin e viteve ajo u bë për mua motra që nuk e pata kurrë. Edhe familjet tona na trajtonin si të ishim vajza të së njëjtës shtëpi. Kur ajo u martua, e lindi një djalë. E për shkak të afrimitetit ton, unë atë djalin e konsideroja si nipin tim, dhe ai u mësua të më thërriste teze. Vitet kaluan shumë shpejt. Unë u mora me veten time, hapa një biznes dhe jeta ime mori një drejtim tjetër. Krijova një dyqan të madh me artikuj për shtëpinë, ku shisja tapete, perde dhe orendi të ndryshme. Ishte një punë që kërkonte shumë angazhim dhe shpesh më mbante të lidhur aty nga mëngjesi deri vonë në darkë. Për shkak të punës dhe të këtij ritmi, jeta ime personale mbeti pak pas. Isha ende beqare dhe jetoja vetëm. Ndërkohë, nipi tani ishte 22 vjeç, ishte bërë një burr e ishte i gjatë e i pjekur për moshën që kishte. Studionte në universitet dhe e shihja shpesh kur shkoja për vizitë tek shtëpia e shoqes sime që e kisha si motër. Sa herë që shkoja, ai ulej në tavolinë me ne. Bisedonte për gjëra shumë serioze dhe tregonte një maturi që djemtë moshës e tij rrallë kanë. Unë vazhdoja t'i flisja me atë gjuhën e dikurshme, duke e trajtuar si djalin e shtëpisë, por kohëve të fundit e vija re që ai më përgjigjej ndryshe. Fliste me një siguri të plotë dhe shpesh më bënte pyetje për punën apo për jetën time me një interes që nuk i ngjante atij të një nipi. Ai një ditë më tha: "Ti e di që ne të dy nuk jemi as pak të afërt. Ti dhe nëna ime jeni thjesht shoqe, e unë s'te kam tamam teze", dhe ma shkeli syrin. Por ngjarja për të cilën dua të tregoj ndodhi në fund të muajit të kaluar. Ishte koha kur unë duhet të bëja invertarin e dyqanit e ishte një proces shumë i lodhshëm. Me duhet të numëroja çdo mall, televizja, tapetet e rënd nga magazina e pasme dhe të sistemoja kutit me perdet e reja që sapo kishin ardhur. Por edhe dy vajzat që kisha në punë kishin marrë leje për disa ditë, kështu që kisha mbetur krejtësisht vetëm për t'i bërë të gjitha. Një ditë pas dite, po pija kafe me këtë shoqen time që e kisha si motër, dhe po janë kohësha për këtë gjë. I thash që nuk e dija se si do t'i lëvizja gjithë ato peshë në magazin. "Po pse nuk e merr djalin?" me tha ajo. "Ajo është pushim dhe le të vite të ndihmoj me kutitë e rënda dhe me tapetet. Ti bëj vetëm shënimet", me tha ajo. Në fillim hezitova, jo për ndonjë arsye të keqe, por nuk doja as ta lodhja, por nuk doja as që të vetmohesha me te, sepse nuk e di se çfarë mendimi kisha që atë kohë kur ai më kishte shkelur syrin. Megjithatë, ajo ngulmoi dhe unë pranova. I thash edhe që do ta paguaja për ditën e punës, njësoj siç do të paguaja një punëtore tjetër. Ajo qeshi dhe më tha që t'ja jepja parat atij drejt për drejt, sepse djemtë të rinj kanë gjithmonë nevojë për të dalë. Të nesërmen në mbrëmje, rreth orës 8, ai erdhi tek dyqani. Rruga jashtë ishte zbrazur dhe dyqanet e tjera pranë meje pothuajse ishin mbyllur të gjithë. E unë e ula qepenin e dyqanit deri në gjysmë që të mos hynin klientët e tjerë dhe mbylla
derën e dyqanit. Ishin vetëm të dy, e pjesa kryesore e dyqanit ishte në gjysmë hije, ndërsa ne u futëm në magazinën e pasme, ku dritat ishin të ndezura. Aty ishte një hapësirë e mbushur, plot me rafte dhe kuti të mëdha, e unë ula në një karrige pranë një tavoline të vogël pune që kisha aty. Mora fletoren e invertarit dhe një silolaps. Nipi hoqi xhupin, e lambi një karrige tjetër dhe filloi nga puna. U tregua jashtëzakonisht i shkathet dhe e kuptoi menjëherë se çfarë pune kishim. Ai kapte kutitë e rënda, i zbriste nga raftet e larta dhe mi afronte që unë të lexoja kodet. Ai më pasi ngjiste përsëri lart pa u ankuar fare. E gjatë gjithë kohës që punonim, ne bisedonim. Filluam të flisnim për shumë gjëra normale në fillim. E pyeta për universitetin, e për provimet, e për planet që do të bënte pasi të diplomohej. Ai ma kthente përgjigje të qartë. Thonte sa më shumë kalon koha, aq më shumë biseda po bëhet e panevojshme, më thoshte ai, por unë nuk e dija se ku do të dilte. Ora i shkoi 10:30 e mbrëmjes dhe ne ishim ende aty, të mbyllur në magazin. Nga lodhja e punës, unë vendosa që të bënim një pushim. E lash fletoren dhe silolapsin mbi tavolinë. Mjafton për sot, i thash atij. Pjesën tjetër e lëm për nesër, sepse sonte të lodha shumë. Ai u ofrua dhe ul në karrigen përballë meje. Nuk jam i lodhur, më thaj, por ndoshta do të lodhem. Mund të vazhdojmë edhe gjithë natën nëse do, më thaj, dhe e kam fjalën që të mbaj paketat dhe më shkeli syrin. Busjesh i lehtë, por unë e pash edhe për herë të parë atë natë që unë ndjeva diçka çuditërisht. E nuk po flisja me një nip, ai ishte thjesht djali një shoqes time. Djali që kisha përballë tashmë u bë një burr i qetë, e i sigurt në vetvete, dhe mënyra se si i thoshte fjalët kishte një nënkuptim që nuk mund të injoroja. Por e lash këtë mendim të kalonte dhe u përpoqa ta ktheja bisedën tek puna. Sidoqoftë, thash, ti ndoshta si lodhur, por unë jam lodhur, i thash hapur. Ti ke energji, kurse unë kam gjithë ditën këtu. Jam e kënaqur që më ndihmove dhe më thuaj sa lek do që të t'jap sonde për punën që bëre. Zgjata dorën drejt çantës sime, që ishte në cep të tavolinës, sepse doja të merrja portofolin, por ai fuli menjëherë me një ton shumë të prerë. Nuk dua lek nga ti, më thaj. E di shumë mirë që nuk erdha këtu për t'u paguar si punëtor. Unë ndala dorën tek çanta pa hapur atë. Po përse erdhe, e pyeta. Nëna jote më tha që e le shoqërinë sonte për të ardhur të më ndihmosh. E la shoqërinë sepse doja të isha këtu me ty, më tha i drejt për drejt. Unë nuk të shoh ty ashtu siç më sheti mua. Kam kohë që nuk të shoh si shoqen e mamasime. Per mua je thjesht një grua shumë e bukur që rri gjithë ditën e mbyllur mes këtyre kutive dhe që nuk i jep vëmendjes atë që meriton ti. Fjalët e tij ishin kaq të hapura saqë nuk kisha asnjë shtek për t'i marrë si shaka. E gjitha situata ndryshoi. Magazina ishte plotësisht e qetë e nuk dëgjohej asnjë zhurmë. Nuk dija çfarë t'i thosha. Ajo ngrit nga karrigja e tij, ndërsa dola përpara dhe eca në një drejtim pak tjetër. Por edhe ai bëri të njëjtën gjë dhe më doli përpara. Pasi u ngrit në këmbë, mu ofrua shumë pranë. Nuk kishim më nevojë për fjalë. Ai nuk kërkoi leje dhe unë nuk kisha se çfarë t'i thosha. E shihja që çdo gjë ishte vonë në ato momente. Edhe unë ju ofrova, këmbët e mia esnin vetë, dhe ai filloi të më puthte buzët. Ishte një puthje e thellë e vërtet, që fshiu çdo kufi rreth asaj se kush ishim dhe si e kishim njohur njëri tjetrin më parë. Dhe e vërteta ishte që më të vërtet
Ne nuk e kishim njëri tjetrin asgjë. Ai ishte thjesht djali i një shoqes ime. Qëndruam aty, në mes të asaj magazine, të shtrirë mbi kutit me tapete, duke u puthur për minutat e tëra, pa vrarë mendjen për asgjë tjetër. Por pastaj gjithçka, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.